nderuar dhe brenda radhëve veta, që nuk do të vendosnin në këto pozita. Atëherë, fajtori i parë në këtë rast është pikërisht ai, është kryeministri i vendit, është Edi Rama. Atëherë Edi Rama i ka ardhur koha, i ka ardhur me kohë, të mbaj përgjegjësi për ato që bëj, të mbaj para drejtësisë, por dhe të mbaj para shqiptarëve me votë. Vota duhet jetë për alternativë, nuk mendoj që ka më asnjë lloj alternative për të ofruar, përveç faktit që të riciklojmë njerëz të cilat prap ka dashur dhe po i emëron prap kryetari. Se pikërisht dhe sistemi që u bë i fraksionuar dhe u mundua t'i mbylli listat në një rotacion dhe një vendimarrje që e vendosin thjesht kryetarët dhe gjithë secili duhet i brindet kryetarëve të partive, kjo është diçka që nuk i ofron diçka qytetarëve. Qytetarët duhet të zgjedhin vetë dhe unë besoj që gjykimi më i mirë është i shqiptarëve dhe gjithë secili duhet të jetë përgjegjës para tyre me votë dhe për çdo akt të palishëm që bën para drejtësisë, dhe ne prandaj jemi totalisht në mbështetje të SPAK-ut, siç kemi qenë që në ditën e parë, dhe koalicioni Euroatlantik është një forcë politike e cila do t'i ofrojë një alternativë shqiptarëve që është gjithmonë afër atyre që janë politikat europiane, politikat euroatlantike. Unë vetë si një individ që jam shkolluar në Perëndim, kam jetuar shumë vjet në Perëndim, i besoj këtyre vlerave, u ktheva në Shqipëri sepse mendoja që diçka më e mirë mund të bëjnë edhe në vendin tim dhe vazhdoj dhe jam në politikë pikërisht për vokacion. Kam zgjedhur të kandidoj si një nga 140 kandidatët e tjerë në qarkun e Elbasan, në listë hapur, pavarësisht se e kam po unë në emrin e fleta votimit, do të garoj njësoj si tjerët dhe do të kërkoj votën e qytetarëve derë më derë, por jo vetë për t'i besuar Endre Hasa si individ, për t'i besuar Endre Hasa si një profesionist, i cili po i sjell një program për cilin ne mendojmë që jep zgjidhje problematikave shqiptarëve dhe i ftojmë qytetarët të na besojnë për këtë program, të na besojnë për programin që kemi për gjeneratën e re, për rinin, ne kemi një program ambicios për të hapur qendra universitare për teknologji, nga cilat një pas se kalojmë te programi, po dua një koment edhe nga zoti Koçi për këto akuza që lëshoi edhe zoti Hasa, pra sidomos korrupsioni, nivelet larta dhe me njerëz afër zotit Rama. Për sa i përket rezultateve të qeverisës, besoj kush vjen nga Elbasani di se si ka ndryshuar Elbasani, jo se nuk ka për të bërë akoma, po sigurisht që po ta shikosh me objektivizëm dhe jo nga pozitat e llogoreve, po themi ekstremiste apo mirëfilli partijake, besoj e shikon çfarë ndryshimi është bërë. Por të vim tek dy çështje mendoj unë. Njëra është kjo e drejtësisë dhe fakti që edhe socialistë janë tashmë në bankun e drejtësisë, disa edhe në qeli, dhe tek çështja e sistemit zgjedhor. E para, çështja e drejtësisë. Tani e vetmja garante kësaj reforme drejtësie dhe po themi zbatimi të saj është Partia Socialiste. Ne kemi parë dhe në parlament që po marrim një aspekt shumë të thjeshtë, buxhetin. Buxheti i këtyre institucioneve është aprovuar vetëm nga maxhoranca dhe jo nga opozita. Pra, ajo opozitë që është, një pjesë me Sali Berishën, një pjesë me të tjerë faktorë, përgjithsisht nuk e ka votuar dhe mbështetur reformën drejtësi dhe buxhetin përkatës. Por, sigurisht kur përmenden emra të caktuar dhe kur janë të një partie politike, patjetër që ka një përgjegjësi morale, nuk është se është kështu përgjegjësia zero. Ka përgjegjësi morale, por ka një ndryshim të madh këtu. Ndryshimi është ky që Partia Socialiste nuk bëhet avokate askujt nga personat të cilët janë tashmë në dyert e drejtësisë. Asnjëherë. Dhe sa është kërkuar, për shembull kur ka qenë e nevojshme që të votohet heqja e imunitetit, kjo është bërë pa një pa dy. Pra nuk është bërë në një diskutim dhe është marrë një vendim parimor nga Partia Socialiste, nga grupi parlamentar, që të bëhet votimi thuajse automatik për ta hequr imunitetin. Tjetra është që ka një ndryshim historik të madh. Pra, ne dim shumë mirë që personazhet dikur me drejtsinë e vjetër mbroheshin nga politika, nga maxhoranca që në atë kohë ka qenë Partia Demokratike, për mos ju përgjigjur drejtësisë. Dhe kemi rastin e zotit Meta, zotit Basha,
i cili ju shmang me dredhira procedurale hetimit për çështjen e rrugës Kombit, për mos përmendur problematika tjera që lidhen me Ama themi një të vërtetë, kontratën personalisht heqin imunitetin. me Greqin që firmosi atë marrëveshjen për detin cila i hiqte Shqipërisë një pjesë të madhe të territorit detar. Por edhe personazhe të tjerë, të cilët të paktën kanë pasur për protagonist zotin Berisha, kur ka mbrojtur njerëz të cilët janë përfshirë dhe në krimin e vrasjes me përgjegjësi konkrete, siç ka qenë ish drejtuesi i Shikut në rastin e Remzi Hoxhës apo dhe raste tjera. Kështu që kurse sot është krejt e kundërta. Pa harruar për shembull rastin e drejtuesve të gardës, kur ministri i Brendshëm ka qenë zoti Basha, të cilët nuk ju përgjigjen thirrjes së prokurorisë për t'i çuar aty për hetim. Kryeministri Berisha, ministër zoti Basha. Do thoni ju, e kujt është përgjegjësia më e madhe, është e Basha apo e Berisha? Nuk ka rëndësi.